Për shkak të kushteve atmosferike, data 15 nëntor është koha kur të gjithë ngasësit e automjeteve në komunikacionin rrugor janë të obliguar t'i kenë gomat e dimrit, pasi që sipas ligjit të Kosovës për rregullat e trafikut rrugor, ndërrimi i gomave të verës me ato të dimrin mund të bëhet nga data 15 nëntor e deri me 15 mars. Kapiten Albin Sahaqia përmes telefonit i ka pohuar mediumit tonë se ngasësit kanë kohë që deri me 15 nëntor të bëjnë pajisjen me goma dhe pajisje të tjera shtesë për sezonin dimror. Ndërsa ekspertët e trafikut rrugor shpjegojnë se me ngritjen e temperaturave, gomat e dimrit bëjnë shumë zhurmë, konsumohen më shumë dhe koha e frenimit është më e gjatë. Ndërsa gomat e verës kanë performancë shumë më të lartë në frenim dhe përbërja e tyre speciale, mundson që të kenë nivel shumë më të ulët të zhurmës. Të gjithë shoferët, pa marrë parasysh kushtet atmosferike, duhet t'i zëvendësojnë gomat përkatëse varësisht sezonit, në të kundërtën pason gjoba nga policia e Kosovës. Shoferi që drejton automjetin pa pajisjet e parapara sipas sezonës, dënohet për kundërvajtje me gjobë prej 40 eurosh.